Bismillahirrahmanirrahim. Po mundohem me qenë se janë ligjëratat e fundit për këtë seri që ne kemi nisur për Kur'anin. Mendoj kështu fuqishëm, besoj tepër shumë që ata që i ndëgjojnë, përveç se i ndëgjojnë, edhe i shikojnë me syrin kritik, besoj që mbi të gjitha, ndonse pafund kritika, na lavdrojnë që Kur'anit i kemi japur një qasje krejtësisht tjetër. Për një mendësie krejt e tërforme. Që po mundohem tash me ju shkurtimisht është me i përmend disa pika shkurtimisht që Kur'ani na jep falas se si truhemi nga fitnet. Pra Kur'ani bëhet ajo pengesa e cila edhe na mbron, edhe na siguron që përderisa ecim në bazë të këtyre konditave, asnjëherë ajo pengesë nuk shuhet, nuk fanitet e nuk rrëzohet. E para është që Kur'ani i madhruar i jep besimtarit drejtime të ndryshme, udhëzuese, e vrojtuese, nëpërmjet të cilave ai bëhet edhe i fuqishëm, edhe i mund ndaj sprovave dhe goditjeve që i vijnë herë djathtë, herë majt, e që besa nganjëherë edhe pas shpinës. Nganjëherë edhe nga ata të cilët ai ju beson e tek të cilët mbështet. E Kur'ani i madhruar nëpërmjet librit të tij, nëpërmjet ajeteve të ndryshme të cilat Zoti i ka sjellur në Kur'an, na mëson një mësim tepër të rëndësishëm dhe jashtëkohor. Ajo është që njeriu asnjëherë nuk duhet të mbështetet me gjitha bindjet dhe allim kështu tek asnjëri. Njeriu duhet të ketë mendim të mirë për të tjerë, duhet i dojë të gjithë mirë, por nuk bën asnjëherë me jep qenien e tij falas. Nuk bën asnjëherë njeriu përveç Zotit të madhruar t'i kushtohet dikujt 100%. Jo, asnjëherë. E dyta, Kur'ani përveç se i jep orientime, udhëzime dhe vrojtime, ai mbi të gjitha e bën njeriu largpamës. Se ku duhet futet, e si duhet futet, e sa duhet qëndroj, e se si duhet cilët me ata përre. Sidomos me ata që janë armiqtë të tij. Konkretisht këtu gjithmonë flasim për betejën që e zhvillojnë muslimanët kudo në botë me armiqtë e fesë. Sepse, siç thotë edhe Sejid Kutbi, Zoti e mëshiroft, realisht lufta e vërtetë është lufta e bindjeve. Gjitha luftrat tjera që bëhen janë pasojë edhe si shkak i kësaj të parës. Andaj edhe luftrat që i bënin pejgamberët e Zotit përgjatë historisë, rrugtimit tyre, mbi të gjitha ai shkaktari kryesor i agresionit që u bënin atyre popujt ishte pikërisht për shkak se pejgamberët i cenonin bindjet e tyre të gabuar. Andaj ju e shihnin në përditshmërinë e ju se si njerëzit u dojnë e u afrojnë e që besa nganjëherë edhe bëhen servila me juve, teksa ju heshni edhe nuk i kundërshtonin ato gjëra që janë themele edhe të pakapërditshme. Momenti kur ti prek ata në ato çështje ku ndahen rrugët, ku ndahen kuptimet, ato fillon të del në pa fytyra e vërtetë atyre njerëzve. Andaj Zoti i madhruar nëpërmjet librit të tij, nëpërmjet ajeteve, mesazheve dhe porosive të librit të Zotit, na mëson se si truhemi nga hyrje daljet e armiqve që na e bëjnë neve në shumicën e rasteve fshehtas. E treta, Kur'ani e mëson njeriu që asnjëherë mos ta kërkoj sprovën. Andaj dhe pejgamberi alayhis salam kur u niste për luftë, u thashte shokëve të tij, mos e kërkoni, mos e dëshironi luftën, sepse lufta në vetvete kërkon shumë therrje, shumë gjakderdhje, shumë vrasje, shumë humbje. Nganjëherë edhe raskapice. Mirë, por nëse ajo bëhet e patjetërsueshme dhe s'ka se si iket asaj, atëherë qëndroni deri në fund, sepse për juve ose është rënia dëshmor, ose fitoria në tokën e Allahut madhruar. E katërta, Kur'ani i madhruar, të gjithë veprimtarinë e njeriu e ndërlidh me botën e përtej. Pra njeriu nuk e lën asnjëherë të habitur, asnjëherë të pavendosur. Sa kaq, nëpërmjet ajeteve,
nëpërmjet pamjeve të ditës së gjykimit, Zoti nganjëherë në mënyrë abstrakte, le të themi, i sipërvendoset njeriu afër tij. Pa sikur se Allahu nëpërmjet atyre pamjeve të ditës së Kiametit që i bën librin e tij, sikur na thot, na jemi shumë afër jush. Andaj çdo punë që e bëni, çdo fjalë që e thoni, kujdesuni, sepse por ato një ditë edhe do të llogariteni, edhe do të shpërbleheni ose do të dënoheni. E pesta, Kur'ani i madhruar i jep kuptim jetës së njerit. Kjo është vëllezër për gjërave më të mëdha që ja din lezetin vetëm ai që është pjesë e kësaj feje. Para mendoj një njeri që nuk është besimtar e s'ka lidhje me Zotin. Ndoshta ai mund të ketë gjitha të mira të kësaj bote. Pa fund pasuri e bollok, pa fund vetura e jahte, pa fund privilegje e pa fund respekt për shkak se ai e zotron mallin, e zotron kapitalin. Mirë po, vetëm feja e Zotit, vetëm lidhja e robit me Zotin i jep kuptim jetës së njeriu. Andaj dhe shumë për njerëzve që janë pendu pas, domethënë me pastaj janë fut fe, shumë herë i ndëgjojmë, e kemi lexuar për ta kur thonë, në fakt tash kam lind. Andaj dhe sahabët e pejgamberit alayhis salam, unë e thash edhe herën e kaluam kur folëm për ato dy cilësi të cilat kanë qenë shumë unike tek sahabët, momentin kur ata kanë pranuar fen, ata e kanë pranuar fen me gjitha konditat e saj. Sepse në fakt e kanë kuptuar që jeta e vërtet ka filluar tash. Andaj thuhet se disa prej atyre që kanë pranuar fen pas luftës së Bedrit, e dihet që luftën e Bedrit ato kanë humbur jetën shumica e kokave të kurajshve. Ato kanë rënë presit e tyre. Ata frymëzuesit ideologjik, ato e kanë humbur jetën. Dhe disa prej tyre kanë shpëtuar, disa nga këta që i ndjeknin kokat. Dhe thuhet se disa prej tyre kur betoheshin Zotin e madhruar ose dëshironin të betoheshin, thonin pasha atë i cili më ka shpëtuar ditën e vet. Sepse ai e mendonte veten sikur të vdeste atë ditë. Do të ishte në xhenem për gjithmonë. Përsa Allah i madhruar me begatinë e tij i shpëtoi shumicën e atyre, dhe më pastaj në çlirimin e Mekës ata u bën musliman. Nga gëzimi i madh dhe nga ai pranimi që Zoti e kishte begatuar me begatinë më të madhe, kur u betonte thoshte pasha atë i cili më ka shpëtuar ditën e vet. Sepse mes atij dhe mes xhehenemit ishte lufta e Bedrit. Në momentin kur ai shpëtoi, u vëdësua dhe u kthye ka Zoti. Dhe e fundit, Kur'ani i madhruar na mëson se si duhet me u qas luftës ndaj atyre që luftojnë fen. Nuk duhet jetë me emocione e me dogma, sa kaq armiqtë e fesë kanë dëshirë që neve me na lënë aty ku jemi sot. Për xhamia tona, për shkollat tona, për medresat tona, flasim vetëm për ato gjërat e paprekshme. Flasim për xhenetin si diçka abstrakte, që na premtohet e na thuhet nëpërmjet hatmeve, nëpërmjet të spive, nëpërmjet dhënies së parave ndaj këtyre klerikëve mujshar, shpëdorus, të cilët e zhvatin dhe e vjedhin popullin në emër të fesë dhe paradoksalisht ja plotësojnë dhe ja vërtetojnë maksimen atij komunistit më të rregjur, Marksit, i cili thot për fenë e Zotit, feja e Zotit është opium. Pra është diçka nëpërmjet së cilës ti ec e pasurohesh në kontrast me atë që ti e rran, e gënjen dhe e zhvat popullin tënd. E Zoti i madhruar na mëson, e na orienton, e na edukon dhe formon se si duhet të qasemi luftës tonë ndaj armiqve të fesë. Zoti na boft të formum, na boft të edukum dhe gjithmonë për herë me qëndru besnik idealeve dhe kaudeve të dëshmorëve, në krye kudo në për shqiptari, po sidomos e padyshim rrugës së Adem Jasharit, Zahir Pajazitit, në Kosovë, Ilir Konushevsit, Hazir Malajt, e plot dëshmorëve tjerë, edhe atje në Maqedoninë e Veriut, sidomos ato rrugën e Jakub Asipit e Harun Aliut. Zoti na boft gjithmonë ndjekës të njerëzve të mirë e na takojë herë mirësi. Faleminderit.